Njani për njerëzve i ka thonë ja Rasulullah, po ha buk, po nuk po moj mungi, po ha pa mas, s'po moj mungi. I ka thonë Rasuli a.s. ka thonë, mos jeni të hangër damaz në familje, ti unë gjësh atje, a unë gjësh atje, njani hanë 10, tjetëri hanë 12, damaz, jo bashk. Ka thonë, po e Rasulullah, këtë hanë damaz, njani hanë një, tjetëri quen 2 natës hanë, tjetëri hanë dark, a tjetëri hanë drek, këtë damaz, qysh po mujna? I ka thonë Muhammed a.s. bashkano edhe hani bashk, bashkano edhe hani bashk, e kjo u ashton bereqetin. Dhe më thonë, kjo ka mundësi me kanë problemi këtina që s'ka mujt mungi, qysh shumë prej neve kem këtë problem sa që po dojna me hangër dunja nësën po njihemi. Bashkano në sofer, bashkano në sofer edhe hani. Allahu Azugjel e shtof bereqetin e muslimanve. Allahu në baft prej atyune qyshin a kanë. Kina hangër bashkë me një sofer. Allahu në bashkoft në sofra tonë. Allahu i shtoft muslimanve rizk. Allahu i bashkoft zemrat e muslimanve. Allahu i bashkoft lugët e muslimanve. Allahu i bashkoft gotët e muslimanve. Allahu i bashkoft rizkën e muslimanve. Allahu i bashkoft njetët e muslimanve. Allahu i bashkoft falefiset e muslimanve. Allahu në rujtë në animov gjithmonë.